Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un ka urdhëruar rritjen e gatishmërisë për luftë pas inspektimit të trupave në një bazë të madhe të operacioneve ushtarake në perëndim të vendit, shkruan Al Jazeera. Agjencia qendrore koreane e lajmeve nuk zbuloi vendodhjen e bazës. Udhëheqësi i Koresë së Veriut tha se ushtria duhet të nisë në mënyrë dinamike një kulm të ri të intensifikimit të përgatitjeve të luftës në përputhje me kërkesat e situatës mbizotruese. Ushtria jon duhet të intensifikojë në mënyrë të qëndrueshme stërvitjen aktuale të luftës që synon përmirësimin e shpejtë të aftësive të saj luftarake për gatishmëri të përsosur luftarake, shtoi ai. Vizita e Kim u bë ndërsa forcat nga Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut vijojnë stërvitjet e tyre vjetore ushtarake. Korea e Veriut ka dënuar prekosh stërvitjen ushtarake nga Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut, duke pretenduar se ato janë prova për një pushtim dhe ka kryer teste armësh në përgjigje të stërvitjes së mëparshme. Pak ditë më parë, media zyrtare në Penjan citoi një zëdhënës të paidentifikuar të Ministrisë së Mbrojtjes së Koresë së Veriut, duke i kërkuar Seulit dhe Washingtonit që të ndërpresin stërvitjet e tyre të pamatura dhe të furishme të luftës. Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut do detyrohen të paguajnë një çmim të shtrenjtë për zgjedhjen e tyre të rreme, shtoi zëdhënësi.